Më 7 prill 2025, drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani njoftoi hapjen e procedurës për drejtor të Byros Kombëtare të Hetimit, pasi drejtoreshës aktuale Aida Hajnaj, më 31 gusht 2025, i përfundon mandati i parë 5 vjeçar. Sipas nenit 33.2 të ligjit nr. 95/2016 për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, drejtoresha Aida Hajnaj ka të drejtën e riemërimit për një mandat tjetër. Madje në urdhrin nr. 10794 datë 7 prill 2025, edhe vetë drejtuesi Dumani e quan procedurë riemërimin e drejtorit në detyrë të BK-s. Por në një akt që bie në kundërshtim të hapur me ligjin, Dumani ka shpërfillur këtë të drejtë, duke hapur procedurën e konkurimit për emërimin e një drejtori të ri, duke spostuar kështu automatikisht drejtoreshën aktuale nga e drejta e saj ligjore e riemërimit. Pas reagimit të drejtoreshës Hajnaj ndaj kësaj shkelje flagrante, Dumani ndërmori një tjetër veprim të dyshimt, shpalli një testim të veçantë për Hajnajn, ndërkohë që paralelisht vazhdoi me procedurën e konkurimit me kandidatë të tjerë. Për të justifikuar largimin e drejtoreshës aktuale, Dumani ka eliminuar një kriter kyç nga neni 34.1 e ligjit nr. 95/2016, i cili përcakton qartë se drejtori i BK-s duhet ketë përfunduar trajnimin përhetues në BK, trajnim ky i specializuar nga agjenci partnere si FBI, Europol, DEA e të tjerë. Me këtë kriter ligjor, kandidat nga jashtë strukturës së BK-s nuk mund të konkurojnë, pa kaluar më parë trajnimin e detyrueshëm disa mujor. Këto veprime antiligjore kanë për qëllim të qartë largimin e Aida Hajnajt nga drejtimi i BK-s, pasi ajo gjatë mandatit të saj 5 vjeçar nuk ka pranuar të bëhet pjesë e marrëveshjeve për mbylljen e dosjeve që prekin interesa politike, ekonomike apo kriminale. Në thelb, kjo tentativë për të zëvendësuar Hajnajn synon vendosjen e një drejtori të ri që mund të bashkëpunojë në mënyrë të qetë me qokat e SPAK-ut dhe të mos informojë partnerët ndërkombëtar, siç ka bërë vazhdimisht drejtoresha aktuale.